Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi afdalus salati wa atamut taslim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa tawfiqan ya akramal akramin. Me emrin e Allahut të falenderojmë. Paqja, mirësi dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin e dërguarin e tij Muhammedin, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij, e mbi çdo besimtar që e ndjek dhe pason rrugën e tij deri në ditën e fundit. Allahut i lutemi të na jap udhëzim, furnizim të bollshëm, vepër të pranuar, sukses e begati në çdo aspekt të jetës tonë. Amin. Vazhdojmë me fjalën e autorit, Allahu mëshiroft, kur thot: "Wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin, ma damu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'tarifina, wa lahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin." Thot, njerëzit e kiblës tonë i quajmë, thot, musliman dhe besimtar, përderisa ato çdo gjë që ka ardhur prej profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e pohojnë dhe e pranojnë dhe e besojnë. Kjo fjalë e autorit, Allahu mëshiroft, kemi dy çështje. E para, kjo fjalë, njerëzit e kiblës tonë, tek dietarët ky lloj termi është njohur për atë person i cili shfaq veprat e Islamit dhe nuk shfaqet prej tij, domethënë nuk del prej këtij personi diçka që i rënon këto veprat, domethënë që e rënon Islamin. Pra ai i cili është në këtë lloj forme, shfaq veprat e Islamit dhe nuk shfaq vepra që e rënojnë Islamin, ai konsiderohet për njerëzve të kiblës, siç e ka përmend autori. Dhe argument që është ka ardhur në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, e përcjell Imam Buhariu në hadithi e Enesit radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika al-muslim alladhi lahu dhimmatu Allahi wa dhimmatu rasulih." Thot, ai i cili e fal namazin ton dhe drejtohet nga kibla jon dhe e han, thot, pra, atë kafshin që kemi thërë ne, thot, atëherë ky është muslimani i cili, do thënë, atij i takon pra besa, po themi, e Allahut dhe të dërguarit të tij. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam këtë hadith ka tregu vepra që janë të dukshme. Namazi është vepër e dukshme. Drejtimi nga kibla, ndërkohë që falesh, është vepër e dukshme. Edhe që hapra halalin, e han domethënë kafshin që e therr me bismillah Allahu akbar, edhe e han halal. Pra këto janë vepra të dukshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë këto janë në kujdes, pra janë në besë. Gjithashtu, nga hadithi e Enesit, prap e transmeton Imam Buhariu, se është pyetur çfarë është ajo gjë e cila e bën të ndaluar pasurinë e një personi edhe, më thonë, jetën e tij, pra e bën të e haruan feja këto gjëra, pasurinë dhe gjakun. Ka thënë radhiyallahu anhu: "Men shahida an la ilaha illa Allah wastaqbala qiblatana wa salla salatana wa akala dhabihatana fa huwa al-muslimu lahu ma lil-muslim wa alayhi ma 'ala al-muslim." Thot, ai i cili dëshmon se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe drejtohet nga kibla jon dhe fal namazin ton dhe e han pra bagëtin ton, ai është muslimani, thot. Ati i takon, çfarë i takon muslimanit dhe
ka për detyrë atë që ka për detyrë muslimani. Madje ka transmetime të tjera, mirë po që kanë ardhur në librat e akides, mirë po që e kanë theksuar këtë fjalë njerëzit e kibles tonë, mirë po nuk dihet prej tyre, më thonë, nuk di në një gjë prej këtyre haditheve të jetë e saktë. Porse Ebu Ubejd në një libri El Iman, tregon se Gjabiri radhiyallahu anhu është pyetur: "Hal kuntum tusammuna ahadan min ahli al-qiblati kafiran?" Pra, a e quhenit ndonjë nga njerëzit e kibles jo besimtar? Tha jo, qala la, ma'adha Allah. Pra, Allahu na ruaj që të bijem në këtë lloj vepre, thot Gjabiri radhiyallahu anhu. Pra dhe kjo fjalë prej tij është e saktë. Këtu kemi 3 gjëra që duhet i kemi parasysh. E para është se ai i cili, sikur se e përmendëm, shfaq veprat e Islamit dhe nuk shfaq diçka që e rënon Islamin, atëherë ky është ai i cili konsiderohet pra musliman. Nëse të themi njerëzit e kibles, pra janë muslimanët, ata që konsiderohen musliman. Dhe namazi është nga dalluesit më të mëdhenj të Islamit njeriu. Pra kur njeriu ka namazin, padyshim edhe nuk ka ndonjë vepër që e rënon Islamin e tij, padyshim që nuk mund të trajtohet ndryshe vetëm se si musliman. Dhe sikur se tham, mund të përdorin dietarët emërtime të tjera. Pra përveç se thonë njerëzit e kibles, mund thonë njerëzit e namazit, pra namazlit, nëse do themi ndryshe. Pra terma që tregojnë që ky person është në rrethin e Islamit dhe e ka hakun e muslimanit. Pra ka hak, sikurse, do thonë, çdo musliman i cili nuk ka vepruar një vepër që ja ka rënuar atij Islamin. E dyta, dietarët zakonisht këtë lloj termi e përdorin për 3 gjëra, pra ose në 3 vende. E para, për të sqaruar se ehli sunneti e gjykojnë personin në gjërat që ai ka shfaq. Pra, nëse ky person ka shfaq Islam edhe tham nuk ka ardhur me ndonjë gjë që ja ka rënuar Islamin, atëherë ai mbetet musliman edhe sikur të veprojë gjunafe, edhe sikur të veprojë bidate të cilat nuk e kanë nxjerrë prej feje. Edhe ky është një ndryshim midis nesh dhe xhawarizëve ose soi tyre që i nxjerrin njerëzit nga feja me gjunafe, domethënë të cilat nuk e kanë arritur gradën e kufrit të madh. Por se janë gjunafe, domethënë, qofshin këto, domethënë ke kufri i vogël, po themi ose shirku vogël, ose gjunafet e mëdhaja. E dyta është se ehli sunneti, pra dietarët kur e përmendin këtë fjalë, njerëzit e kibles tonë ose muslimanët duan të tregojnë që për këtë person, domethënë të gjithë gjykimet që zbatohen për këtë person janë gjykimet që zbatohen për muslimanët. Pra atij ruhet nderi. Domethënë duhet të gjitha për çfarë lidhet domethënë në raport muslimani me muslimanin, duhet të zbatohet dhe për këtë person i cili ka vepruar vepra të Islamit edhe nuk ka vepruar ndonjë vepër të cilën, domethënë, ja ka rënuar atij Islamin. Pra ti falet xhenazja, pra nëse vdes,
e rregullat tjera, domethënë që lidhen pra raport muslimani me muslimanin. E treta është se dietarët e përdorin këtë lloj termi kur duan të tregojnë për diçka që kanë rënë dakord të gjithë muslimanët. Ka çështje, në çështjet e besimit, që ka prej njerëzve që kanë devijuar, po themi. Mirë po, devijimi i tyre nuk i kanë nxjerrë prej feje. Edhe mund të thonë, këtu kanë rënë në kundërshtim njerëzit e kibles. Pra mund të kenë ndonjë problem në akide, mirë po kjo nuk i kanë nxjerrë nga të qenurit musliman. Sikurse e përdorin, domethënë për t'treguar që ka disa gjëra që kanë rënë dakord të gjithë muslimanët. Edhe pse mund të kenë kundërshtime, po disa gjëra kanë rënë dakord, domethënë. Namazi është 5, këtu kanë rënë dakord të gjithë njerëzit e kibles. Edhe pse në një çështje tjetër mund të kenë, ama këtu kanë rënë dakord. E çështje tjera, domethënë, si ky lloj. Pika e tretë, domethënë, mbasi përmendëm 2 pika dhe 2 ta kishte këto që tham, tani është pika e tretë është se ka njerëz të cilët mendojnë se njeriu përderisa është sipas këtij përkufizimi që ka përmend profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, pra konsiderohet nga njerëzit e kibles, atëherë ky person nuk mund të dali nga ky lloj emërtimi edhe nëse vepron gjëra tjera, sepse profeti pra kapen tek ajo fjala, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush fal namazin ton dhe i drejtohet kibles ton. E duke dash luajnë me këtë përkufizim, edhe nëse njeriu bën vepra të cilat e nxjerrin atë prej islamit, sikurse është adhurimi i varreve, pra ka njerëz që luajnë dhe thonë, a ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam kush fal namazin ton dhe kush i drejtohet kibles ton. Pra e bëjnë këtë lloj fjalët profetit mburoj që të largojnë gjykimin, domethënë, nga këta persona të cilët nuk i përmbahen ligjeve të fesë. Nga gjërat, domethënë, të cilat ju përgjigjet ose ju jepet përgjigje për këtë fjalë është se ehli sunneti dhe xhamati nuk janë njerëz, domethënë, që nxitohen, nuk janë njerëz që kanë dëshirë të nxjerrin njerëzit nga feja, nuk e bëjnë këtë domethënë se e kanë diçka me pasion, nuk është kjo. Mirë po ehli sunneti dhe xhamati e besojnë çdo gjë që ka ardhur nga Allahu xhalla fi ula dhe çdo gjë që ka ardhur nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe përderisa Allahu subhanahu wa taala i ka treguar që kjo vepër të nxjerr nga feja, atëherë ato për shkak se e besojnë fjalën e Allahut, kushdo që e vepron atë vepër, atëherë ka rënë në atë ndëshkim që Allahu e ka përmend. Që do të thotë, nëse një person tallet me fen, tallet me Kur'anin, atëherë ky person ka bërë kufër, jo se duam ne, por se këtë ka thënë Allahu. Edhe këtë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk e bën ehli sunneti këtë gjë nga dëshira. Dhe nga pra se kanë dëshirë, hajde të nxjerrim njerëzit nga feja. E dyta është që duhet kemi parasysh se ai personi i cili e ka marrë emërtimin musliman, ky emërtim nuk është një emërtim që po u futen të nuk mund të ndryshojë. Ndryshon. Pra, vazhdon të qëndrojë emërtimi përderisa njeriu i përmbahet atyre gjërave dhe kritereve që ka
dhe që kërkon ky emërtim musliman. Edhe në moment që nuk i përmbahesh, atëherë normalisht edhe ai emërtim bie. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pra zgjohet burri, ndodh që do zgjohet burri besimtar e do të gdhi jo besimtar, ose do të gdhi besimtar edhe ose do ta zë nata besimtar edhe do të gdhi jo besimtar. Pra këto janë gjëra që profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që do të ndodhin, edhe nuk është e thënë se në moment që njeriu e ka marrë këtë emërtim nuk mund ndryshoj. Edhe këto janë gjëra të qarta, mirë po për përsëritje, se janë gjëra që janë aq të qarta dhe nuk besoj që kanë shumë nevojë, mirë po për të rikujtuar, për të përsëritur me njëri tjetrin, elhamdulillah, mbase përmendim diçka më shumë. E treta është se ehli suneti kur përmendin muslimanin, pra njerëzit e kibles tonë, duhet kemi se kjo fjalë ka disa gjëra, domethënë ka disa përcaktime dhe nuk është fjalë e përgjithshme. Ai i cili i përmbahet fesë dhe mundohet të jetë i qëndrueshëm të dhe nuk vepron vepra që ja rënojnë fenë, atëherë vazhdon të qëndrojë ky cilësim tek personi. Ama në moment që vepron një vepër që e ka kundërshtuar atë emërtim të Islamit, atëherë personit nuk cilësohet më me atë emër. Prandaj, po të shikosh në hadithin e Enesit, ka thënë radhiyallahu anhu, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah, fa idha qaluha wa sallu salatana, jam urdhëruar, thot, që t'i luftoj njerëzit derisa të thojnë la ilaha illa Allah. E kur ta thojnë atë dhe të falin namazin ton, pra, po ta shikosh fjala la ilaha illa Allah, e cila është baza, në moment që njeriu e dëshmon atë fjalë, ai konsiderohet musliman. Mirë po, duhet kemi parasysh që kjo fjalë nuk është fjalë domethënë e përgjithshme, e tha dhe kaq. Mirë po, kjo fjalë ka kushtet e veta. Kjo fjalë ka kushtet e veta, domethënë që të cilat duhet me ju përmbajt. Dhe për këtyre kushteve, të cilat nëse njeriu nuk i përmbahet, kjo fjalë nuk i bën dobi, është pranimi dhe dorëzimi kësaj fjale. Më bëni një sekundë. Pranimi do të thotë që ti pranosh dhe ti pohosh lajmet e tij sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu gjykimet që kanë ardhur në fenë e tij, në shariatin e tij, ti pohosh dhe ti përmbahesh atyre. Pra, ne thamë që duhet pranimi dhe nënshtrimi. Pranimi, sikur se thamë, duhet që çdo lajm që profeti sallallahu alaihi wasallam ka sjell, ne ta pohojmë, ta besojmë e ta pranojmë. Ndërsa për sa i përket ligjeve që ai ka njoftuar sallallahu alaihi wasallam, ne duhet ta pohojmë edhe ta pranojmë se ne jemi të urdhëruar t'i veprojmë këto ligje dhe ne jemi të ngarkuar me këto ligje që
ai na ka lajmëruar sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk mund të themi që kjo urdhëresë nuk është për mua, po është për të tjerët. Mua nuk më përfshin kjo gjë. Ai i cili e thot këtë fjalë nuk e ka pranuar, realisht nuk e ka pranuar atë që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa nënshtrimi përfshin dy gjëra, ose gjërat që e rënojnë nënshtrimin te kjo fjala la ilaha illallah kanë dy gjendje. E para, që ai ta lër bindjen ndaj Allahut xhelle fi ula plotësisht. Pra nuk i bindet Allahut dhe të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot Allahu: "Wa yaquluna amanna billahi wa bir-rasul wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin." Thot, dhe ato do të thojnë ne besuam Allahun dhe të dërguarin dhe u bindëm, thot. Pastaj kthehen, e lën, e braktisin pas kësaj fjale, edhe këto, thot Allahu, nuk janë besimtar. Gjendja e dytë, që të veproj një vepër e cila e rënon fjalën la ilaha illallah, dhe atë që tregon kjo fjalë, pra njësimin e Allahut, veçimin e Allahut vetëm pa ortak në adhurim. Ky normalisht që e ka rënu këtë fjalë, se kjo fjalë kërkon që ti ta njësosh Allahun, ta veçosh Allahun. Pra, kush e rënon islamin e tij me një nga këto shkaqe, atëherë nuk ka dyshim që ai nuk konsiderohet musliman, pra nuk konsiderohet për njerëzve të kibles. Tu do të kemi parasysh diçka, që ai musliman i cili shikon tek një musliman tjetër një vepër, dhe ne thamë që ehli suneti gjykojnë me aparencën e jashtme, duhet kemi parasysh, sikur se gjykuam me siguri që personi hyri në fe, nuk nxirret nga feja vetëm se me siguri. Sikur se nuk gjykohet në përgjithësi tjetrin vetëm se me siguri. Pra, thamë, nëse dikush tallet me fen, kjo është diçka që nuk pranon interpretim. Ama nëse dikush bën një vepër që nuk është e qartë, pra mund të jetë kjo, po mund të jetë edhe diçka tjetër. Atëherë në këtë rast nuk kemi të drejtë të gjykojmë për tjetrin se ti ke bërë për shembull kufër, ose çfarë lloji gjykimi duam të japim. Derisa të jetë e qartë që kjo vepër që ky ka bërë, këtë nënkupton dhe nuk nënkupton gjë tjetër. Çështja e dytë, fjala e autorit thot dhe i quajmë njerëzit e kibles tonë musliman besimtar. Këtu futet, domethënë, tek çështja e ndryshimit midis islamit dhe imanit. Xhumhuri i dietarëve nga ehli sunetit dhe xhamatit thonë që ajo që duket sipas argumenteve, duke mbledh argumente, dalim që islami dhe imani janë një fjalë të cilat kur përmenden bashkë kanë kuptim tjetër. E kur përmenden veç e përfshin edhe njëra tjetrën. Allahu thot: "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat." Po të shikosh, Allah ka përmend veç muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret. Gjithashtu hadithi i Xhibrilit, kur e pyet Xhibrili alayhis salam profetin sallallahu alaihi wasallam, tregoj çfarë është Islami dhe më tregoj çfarë është imani. I tregoi profetit sallallahu alaihi wasallam gjëra të ndryshme. Do thonë, me Islamin ai tregoi veprat e gjymtyrëve, veprat e jashtme, kurse për imanin i tregoi veprat e zemrës. Ose sikurse përcjell Imam Ahmedi
Se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El muslimu men salima an-nasu min lisanihi wa yadihi." Pra muslimani është ai i cili njerëzit janë të sigurt prej gjuhës tij dhe dorës tij. Ndërsa besimtari, ul mu'minu ka thënë: "Men aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim." Besimtari është ai i cili njerëzit ja besojnë atij pasurinë dhe gjakun e tyre. Pra, këtu ka një ndryshim. Edhe ndryshimi do më thënë, djetarët, Allahu i mëshiroft, kur vinë tek ndryshimi i këtyre dy fjalëve, diskutojnë dy gjëra. E para, ndryshimi i këtyre fjalëve në vetvete, dhe e dyta, ndryshimi i personit, më thënë që cilësohet me secilin nga këto gjëra. Përsa i përket ndryshimit të islamit dhe imanit në vetveten e tyre, atëherë, sikur se tham, këto janë dy fjalë që kur bashkohen, pra kanë gjithsecila merr kuptimin e vet, e kur janë veç, atëherë secila merr kuptimin e tjetrës, dhe nga kuptimet që janë veç, sikur se tham, hadithin e Xhibrilit, profeti sallallahu alaihi wasallam islamin e komentoi ose e shpjegoi me veprat e jashtme, ndërsa imanin e komentoi ose e shpjegoi me veprat ose me fen ose me besimin, domethënë e brendshëm. Edhe po ta shikosh argumentin se kur përfshihet, domethënë kur përmendet njëra, përfshihet dhe tjetra, kemi hadithin e delegacionit të Abdul Qaisit, se profeti sallallahu alaihi wasallam do i mësonte atyre fen, i tha: "Hel tadruna mal imanu billah?" Tha: "A e dini çfarë është besimi në Allah?" Pra, vetëm pa shok. Ato i thanë: "Allahu dhe i dërguari e din më mirë." Tha: "Shahadeti se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij, dhe falja namazit dhe dhënia e zakatit dhe agjërimi i Ramazanit dhe zekati." Pra, po ti shikosh, ai e pyeti besimi. Në këtë hadith thot besimi. Kush është besimi? Nuk tha kush është Islami, po tha kush është besimi. Dhe pasi përmeni shahadetin, ose po të shikosh të gjitha veprat, se edhe shahadeti është një fjalë që dëshmohet dhe është e dukshme. Përmendi veprat e Islamit. Pra, ky është hadith që na tregon se kur përmendet njëra e përfshin dhe tjetrën, pra kur janë veç, ndërsa kur janë bashkë, atëherë ato, më thonë, merr gjithsecila kuptimin e vet. Ndërsa për sa i përket asaj, më thonë, cilësimit tek individi, i cili cilësohet me njërin ose me tjetrën, atëherë ehli suneti janë dakord se besimtari është më i lartë në grad, pra besimtari është më i lartë në grad se sa muslimani, dhe se çdo besimtar, çdo mu'min është musliman dhe jo çdo musliman mund të jetë besimtar. Pra, sepse besimtari është ai i cili e ka përmbushur Islamin dhe ka shtuar diçka më tepër në veprat e mira, domethënë në urdhëresat e Allahut, dhe është larguar ndalesave të tij xhelle fi ula. Ndërsa muslimani ka vepruar atë bazë e cila e fut atë dhe e mban atë në fe. Edhe ai i cili bën vepra, domethënë gjunafe të mëdhaja, atëherë vazhdon të quhet besimtar, përderisa ai e ka bazën e besimit dhe nuk e ka rënuar besimin e tij. Allahu thot: "Qalet al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum." Pra, tregon Allahu se si besimi është një grad më i lartë. Kur erdhën arabët dhe të thojnë ty besuam, i thot Allahu: "Mos thoni besuam, por thoni u nënshtruam, pra u bëm musliman."
pse se ato vepruan ato veprat që i futën në fe, mirë po akoma nuk ishte zënë vend imani në zemrat e tyre. Dhe hadithi që e përmendëm, profeti sallallahu alaihi wasallam bën dallim, thot muslimani është ai i cili janë të siguruar njerëzit nga gjuha dhe dora e tij, ndërsa besimtari është ai i cili, domethënë, njerëzit ja besojnë atij pasurinë dhe gjakun e tyre. Mirë po duhet kemi diçka parasysh. Edhe Islami, edhe imani, pra mbas I tham gjithë to që tham, edhe Islami, edhe imani, secila duhet ketë një pjesë nga tjetra në mënyrë që të saktësohet. Pra, ai I cili vepron vepra të jashtme të Islamit, nuk mund të saktësohet Islami I tij, pra nuk mund të jetë I saktë, edhe pse ne mbase nuk e shikojmë, po nuk mund të jetë I saktë nëse ai nuk ka besim në të fshehtën. Pra në përkufizimin e imanit që e tha profetit, besosh Allahun, me lajket, librat e kështu me radhë. Islami I tij nuk mund të saktësohet vetëm se duke pas dhe pjesë të imanit. Gjithashtu dhe imani, pra ai I cili ka veprat domethënë I ka besimin në çështjet e fshehta, nuk mund të saktësohet besimi I tij vetëm nëse e ka edhe diçka, domethënë prej Islamit të jashtëm. Pra të dyja janë të lidhura me njëra tjetrën dhe lidhja që kanë me njëra tjetrën mund t'i përgjasojmë si lidhja e trupit me shpirtin. Domethënë të dyja janë se s'bën të lidhura me njëra tjetrën, domethënë që gjëja të funksionojë. Edhe duke pas të parasysh, pra themi edhe tek çështja e imanit, tek çështja e atij I cili vepron mëkatet mëdhaja, atij nuk ja heqim plotësisht emrin besimtar, mirë po nuk e quajmë besimtar, domethënë në formë përgjithshme. Dietarët këtë person e kanë quajtur, pra Ehli Sunneti dhe Xhamati, fasikun, e kanë quajtur, domethënë, besimtar me besim të dobët ose besimtar me besimin e tij dhe fasik thot me gjunahun e tij. Ndërsa fjala e autorit, përdesa ato e pohojnë dhe besojnë çdo gjë që ka ardhur për profetit sallallahu alaihi wasallam, pra do ishte mirë sikur ta plotësonte edhe të thonte përdesa nuk ka vepruar një vepër që arrënon Islamin, sepse vetëm pohimi nuk mjafton, pra nuk mjafton që njeriu të jetë brenda këtij cilësimi, por se duhet njeriu pas pohimit të ketë edhe një lloj qëndrueshmërie në bindje ndaj Allahut, pra që të përmbush ato kritere që kërkon fjala la ilaha illallah. Edhe mbyllim me fjalën e autorit, wala nakhudu fillah, wala numari fi dinillah, wala nujadilu fil Quran. Thot la nakhudu fillah. El khawd, kjo fjalë është pra kur ti nis të thuash ose të veprosh diçka që është e kotë. Pra, kuptimi dhe nuk futemi në të kotë, nuk diskutojmë në të kotë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Wala numari fi dinillah, dhe nuk bëjmë, më thënë, mumarat, thot, kjo fjale mumarat është ka ardhur me kuptimin e debatit, e diskutimit, mirë po, kjo është më specifike, sepse kjo fjala nënkupton debatin mbasi të zhbo e vërteta e qartë. Pra, ne nuk bëjmë diskutim mbasi ne zhbo e qartë e vërteta në fenë e Allahut dhe nuk debatojmë për Kur'anin. Pra, këtu kanë thënë dietarët që kjo fjalë nuk debatojmë për Kur'anin, përfshin të debatosh duke përgënjeshtruar, domethënë duke përgënjeshtruar diçka të Kuranit. Ose e dyta të debatosh duke I ndryshuar në kuptim sikurse është fjala, sikurse është gjendja e njerëzve që kanë rënë devijim, njerëzve të bidatit, ose të përmendesh një nga fjalët që kanë thënë njerëzit e bidatit sikurse Kurani është I krijuar e kështu me radhë, ose interpretime
pra që i kanë bërë njerëzit e bidatit. Ndërsa e katërta është që ti të kundërshtosh ose të debatosh një nga kiraetet, një nga leximet e Kuranit, të cilat janë të saktësuara nga profeti sallallahu alaihi wasallam, sikurse e kemi se Abdullah ibn Mas'udi dëgjoi një person që po lexonte një ajet të cilin Abdullah ibn Mas'udi e kishte dëgjuar ndryshe nga profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe shkoi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe thot, e pash në fytyrën e tij që nuk i pëlqeu. Edhe tha, të dy jeni në të saktë. Pra të dy jeni në të saktë. Pra edhe kanë thënë dietarët që nuk duhet kundërshtosh ato kiraetet, leximet që janë të saktësuara nga profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe këtu vlen të përmendim edhe diçka tjetër që të parët tanë selefët në çështjen e debatit e diskutimit, ndodh që njerëzit ndonjëherë subhanallahu marrin disa fjalë të parëve, madje marrin disa fjalë të dietarëve dhe gjykojnë në formë përgjithshme pa qenë me studim të mirëfillt apo pa e përfshi komplet fjalën që kanë thonë selefët për atë çështje, dhe marrin gjykime dhe e përplasin. Kurani dhe Suneti na ka treguar se debati është dy lloje, debat i cili është i qortuar dhe debat i cili është i lavdëruar. Shkurtimisht, domethënë debati i cili është i qortuar është ai debat i cili ka 4 aspekte. E para, debati që vjen prej ignorantit. Allahu thot, "Falime tuhajjun fi ma laysa lakum bihi ilm." Pse debatoni, pse, domethënë për atë gjë që ju nuk keni dije. Pra Allahu po i shërton, ose debati i cili në të ka një qëllim të keq, sikurse do njeriu domethënë të hedh poshtë një të vërtetë ose do shfaqi veten e vet sikur di. Ose debati mbasi të bëhet e qartë e vërteta. Allahu thot, "Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana lahum." Debatojnë ty në të vërtetën mbasi i është bërë e qartë. Dhe e fundit është debati e cila në përfundimi i saj nuk është i mirë, sikurse pra nëpërmjet tij mund të hapet një dyshim ose mund të jepet zë një personi i cili shpërndan bidate e kështu me radhë, domethënë ose humbje kohe, të gjitha këto janë të qortuara, ndërsa debati i cili është i lavdëruar është ai debati i cili ndodh për njeriu që ka dije, i cili do të sqarojë një të vërtetë ose të hedh poshtë një të kotë ose të realizojë një dobi pa pasur në të, domethënë, dëm. Pra, kur mblidhen këto gjëra, atëherë debati është i saktë dhe është i pëlqyer, sikurse thot Allahu, "Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana." I tha populli Nuhut, "O Nuh, ti na ke debatuar dhe e ke shtu shumë debatin me ne." Ose thot Allahu prap duke urdhëruar profetin sallallahu alaihi wasallam, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Pra, debatoi ato në formën më të mirë. Pra debati që ka pas bërë Nuhu a.s. dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ishte për hak, ishte për t'i thirrë njerëzit dhe jo debati domethënë që kur i mendon në një njeriu vetëm se humbje kohë, vetëm se nuk ka rregullu asnjë gjë. Kështu që detyra që kemi ne është që mos të debatojmë për ajetet e Kuranit ose për çështje të fesë, pra ku një nga këto pika që përmena, ose të na bëhet e qartë dhe thjesht me hedh poshtë ose me dalë si të zgjut, të gjitha këto janë qëllime të këqija. Mirë, po ne me Kuranin debatojmë kundër atyre që e mohojnë Kuranin për t'i thirrë në fe. Pra mos të debatojmë për Kuranin, pra me muslimanët, duke u marrë me interpretime, po jo kështu, po jo mund të jetë ashtu, po ti me Kuranin merr fjalën e Allahut e cila është e qartë dhe thirrë njerëzit, sikurse thot Allahu, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Allah shpërblet në të mirë, besoj kaq mjafton. Vazhdojmë inshallah javën tjetër. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.